Kur një shport mujore do të ulet për 54 denar, statistika do të thotë se ka rënje. Po buxheti familjar nuk jeton me statistika, jeton me llogari, markete, tregje, karburante, veshmbathje për fëmijë, rrymën e qiras, ilaçet, harxhime shkollore dhe pyetje të përditshme, çfarë mund të anulohet për rrogën tjetër. Por thelbi nuk është tek 54 denarët. Thelbi është në faktin se për një familje mesatare me 4 antar, harxhimet mujore mbërrin në gati 69.000 denar apo gati 1.150 euro. Kjo shifër nuk flet vetëm për çmime, flet për standard, rroga, pabarazi dhe për atë se jeta reale është larguar nga optimizmi zyrtar. Si ju duken çmimet në treg? Çmimet në treg janë akoma të larta për standardin e këtushëm, për nevojat e qytetarëve të cilët kanë ngelur me të ardhura minimale, probleme ekonomike sa të dush, janë vështirë të dilet në... Po sa harxhoni brenda një muaji? Po, tash mos e bëjmë shumë të madhe, ta zgjerojmë gjërat, por mesatarja, do të thënë 30.000 dinara është minimum për 2 persona. Për 2 persona? Për 2 persona. A në çka harxhoni më shumë? Normal, ushqime, ato gjërat të domosdoshme, nuk diskutohet veshmbathja. Veshmbathja nëse vjen veç duhet akoma edhe më shumë kesh të ardhura, pa mund marrësh diçka, po falenderojmë që kemi diçka ndihma nga familjarët, se ku ta dim. Po brenda një muaj, me mbrajt, unë jam vetiteti, pi që këto më shumë, i të redhakin për këto e ko. E në penzia mu në mbrajnë, për ushtim. Po ushtim, edhe veshën bathja, ma ushtimi është ma kryesore. Po ushtim nuk mundet të jetohet. Që do kun helm, ha, që do të tëmë. Ha, po marrë, të mrej. Po sa harxhoni më shumë ti për një muaj? Sa janë harxhimet për një muaj? Dë një, rej, më pëjt hiq. Për çka harxhoni më shumë? Për të gramë, për gjera gjoja nuk jetë. Për ushqim? Për ushqim, po. Se me një penzi i dojnë nuk bëhat kur gjonë. Sa harxhojmë, se demi dhe nësë harxhojmë, se nuk i dihet ditës sa do punojsh, sa do shesësh. Që atë më varet këtë si dhe harxhësh. Dhe një ditë mund të harxhësh ma shumë, dhe një ditë mund të harxhësh ma pak. Po harxhojmë pemë, perime, që ato i harxhojmë ma shumë. Gjoja ushqimare.